Tregu I kredive të shpejta në Maqedoni është rikthyer sërish në qendër të interesit publik. Këtë herë jo për shkak të reklamave për të marrë lehtësisht para të gatshme, po për shkak të heqjes së licencës për punë. Kjo nuk është vetëm një lajm biznesi për një kompani, është paralajmërim për të gjithë sektorin ku nevoja e qytetarëve shpesh përballen me kosto të larta, kontrata të ndërlikuara, praktika agresive dhe kushte jo të mjaftueshme dhe jo të qarta. Kredia e shpejtë kur është ligjore, transparente dhe përdoret me kujdes, mund të jetë ndihmë afatshkurtër. Por kur sistemi bëhet I paqartë, qytetari nuk merr hua vetëm para, ai merr hua edhe rrezikun. Duhet mbyllen kreditë e shpejta. Po, ato. A duhet të mbyllen? Nuk komen. Shpejta. Nuk e di gjon, Normal, I bënë në vetës dami. Kreditë e shpejta asnjëherë s'kisha preferu. Vidi kako ima potreba. Negde je dobro da gi ima, ama preterani kamatis. Da. Mislim, koji će zeme 30-50 hiljadi golema kamate. Ako zema do 15 hiljadi se isplaća. Inače golema kamata. Ali I ko nekoj koji ima potreba, pa mu se isplati da zeme, da ne moli nekoj drug.